Ditët në vijim do të sjellin lajme të mira sa i përket procesit të anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kështu lajmëroi kryeministri Edi Rama në podcastin e tij Flasim, teksa hodhi akuza se opozita ka baltosur punën e qeverisë. Lidhet me gënjeshtërën e madhe se ato janë bllokuar, ato janë ndaluar, ato janë penguar për arsyet e mosarsyes së të gjithë atyre që synojnë ta pengojnë Shqipërinë për në fakt të luftuar qeverinë. E vërteta e thjesht është se kjo punë e madhe e Shqipërisë vazhdon për ditë e për ditë e për ditë, dhe së shpejti përsëri, siç kemi pasur në procesin e hapjes kapitujve, do të kemi lajme shumë të mira për të gjithë. Ashtu siç u parashikua, akciza e naftës u ul me 20%, mas kjo sipas Ramës, që do të qëndrojë deri në stabilizimin e situatës. Nuk jemi shkaktar të tyre dhe nuk kemi as fuqinë që t'i ndalojmë, përveç se kemi detyrimin që ti trajtojmë në funksion të amortizimit të goditjes së menjëhershme mbi konsumatorët, pa cënuar nga ana tjetër stabilitetin e financave publike në një kohë kur pasiguria në tregun ndërkombëtar mbetet e lartë dhe po aq edhe dinamike. Masa do të mbetet në fuqi deri në stabilizimin e plotë të situatës ndërkombëtare. Në podcastin e tij, Rama u shpreh se sipas projeksioneve, gjatë kësaj periudhe pritet të mblidhen 1 miliard euro të ardhura shtesë në buxhetin e shtetit. Kjo sipas tij nuk vjen nga taksat, por nga rritja e ekonomisë dhe rritja e administrimit tatimor dhe doganor.